Nata e ndërimit të motmoteve, përderisa për qytetarët është natë festive, për pjesëtarët e policisë dhe njësinë e zjarfikësve është një natë pune. Përderisa pjesëtarët e policisë duhet që të kujdesen për mbarvajtjen e sigurisë dhe rendit publik, nga pjesëtarët e zjarfikësve duhet që të jenë në krye të detyrës nëse paraqiten raste të zjarreve. Nga sektori për punë të brendshme në Tetov thonë se gjatë periudhës së fundit janë sekuestruar mira mjete piroteknike të cilat janë shitur në mënyrë ilegale. Siç dihet, mosha më e re e fëmijët nxënësit e shkollave të fillore dhe kryesisht të vitit të parë dhe të dytë të shkollave të mesme janë përdorues më të tepërt apo aktivizues më të tepërt të këtyre mjeteve piroteknike, sepse të njëjtat nuk janë të kontrolluara dhe ndodh shpesh edhe sapo të ndezisë pra fitilin ajo mund të aktivizohet. Kështu që nga një lojë siç duket mund të kaloj në një lojë të rrezikshme dhe mund të pra fëmijët e tyre të humbin ekstremitetet siç janë gishtat, dorën, syt e kështu me radhë. Kështu që apeloj tek qytetarët të kenë kujdes maksimal sepse kemi të bëjmë me mall të prodhuar dhe të pakontrolluar, të cilat nuk kanë asnjë lloj pra kontrolli dhe shitet në mënyrë ilegale. Kështu që në këto raste përgjegjësinë për ndonjë rast të invaliditetit nuk mund të marrë askush. Nga njësia e zjarfikësve në Tetov thonë se për festat e fundvitit, zjarfikësit kanë më shumë punë për arsye se shumë qytetarë përdorin mjete piroteknike dhe shkaktohen zjarre nëpër objekte banimi ose objekte tjera. Nga përvojat e ndryshme gjatë viteve që i kemi lënë pas, dihet që kemi pas shumë zjarre në këtë periudhë për arsye se jo kontrollimi i mirë nga ana e atyre që përdorin këto mjete plasëse. Kemi edhe lëndime të fëmijëve të cilët duhet shumë kujdes, prindërit të bëjnë kujdes gjatë festave që fëmijëve mos ju lënë në dorë kësaj lloji sendesh për arsye se kemi pas shumë raste, domethënë vjet numri i saktë është diku 12 veta kanë pësuar lëndime të rënda në duar. Kemi pas disa raste në zjarre në balkonet e ndërtesave më të larta për arsye se din ato mjetet plastike që të futen edhe nëpër balkone dhe pastaj të shkaktojnë zjarre të panevojshme në dikujt tjetër, duhet dëmtohet dikush tjetër. Krahas kësaj, gjatë natës së ndërimit të motmoteve, më shumë punë do të kenë pjesëtarët e policisë, të cilët do të duhet të mbajnë në kontroll komunikacionin rrugor, por dhe të kujdesen për vozitësit e dehur. Si çdo vit edhe këtë vit, pra kemi të njëjtin plan të punës për veprim gjatë mbrëmjes së vitit të ri, ku pjesa qendrore e qytetit do të ketë në çdo udhëkryq kolekte të cilët do të rregullojnë edhe fizikisht komunikacionin, sepse siç dihet pjesa e sheshit dhe rrugët apo unaza që është afër sheshit komplet mbushet me njerëz dhe është i nevojshëm pra devijimi i komunikacionit nëpër rrugë dytësore, kështu që shpresojmë që edhe këtë festë si vitin e kaluar t'ja dalim pa konflikte dhe pa lëndime në njerëz te drejtë qytetarët. Nga policia e Tetovës apelojnë që qytetarët të kenë kujdes dhe të respektojnë shenjat në komunikacion. Ndryshe gjatë natës sondme, në gjendje gatishmërie janë edhe mjekët në Spitalin Klinik të Tetovës dhe mjekët në repartin e ndihmës së shpejtë në rast të nevojës për intervenime urgjente.